mos harrojmë që Berisha para se të ndodhte 21 janari, pra protesta, ai e kishte mbledhur, një ditë përpara grupin e zjarrit. Edhe në grupin e zjarrit ai kuptohet kishte Agron Kuliçin, Salilushën, edhe një band tjetër, domethënë të tija, dhe aty ka qenë dhe Lulzim Basha, dhe në atë takim të grupit zjarrit, aty është diskutuar me hollësi se çfarë do ndodhin protestë të nesërme. Edhe si do t'i përgjigjemi ne protestës. Kështu që Lulzim Basha është pjesë e kësaj e këtij takimi. Po ka ditur gjë apo thjesht i kanë thënë merr lexoje këtë? Jo, ka ditur se duke njohur Bashën mund të ndodhë kjo e dyta, që i kanë thënë sot edhe e kanë thënë merr lexoje këtë. Aty u debatua për këtë, se çfarë do të ndodhte edhe si do të përgjigjeshin këta. Pra ka patur debat tek mes njëri tjetrit. Po, debat, patjetër debat i fortë, domethënë që do t'ju japim një mësim të mirë. Edhe ta marrim mësimin e mirë me qëllim që do të qeverisim pastaj qetë, sepse nuk mbahen, domethënë këta nuk mbahen. Edhe protesta e nesërme kishin marrë sinjale edhe nga shërbimi informativ kombëtar që do të jetë shumë masive, edhe mund të ketë edhe akte dhune, domethënë a protestuesit. Kjo e para. E dyta, Lulzim Basha duhet bënte faktikisht duhet kishte planin A dhe planin B, do ta bënte ai për mbarvajtjen e protestës. Dhe ky plan A dhe B do bëhesh edhe në bashkëpunim me Gardën. Domethënë, nëse do kemi këto veprime, do t'i përgjigjemi kështu. Nëse do kemi këto veprime, do t'i përgjigjemi këtë mënyrë. Nëse do kemi këto veprime, do t'i përgjigjemi këtë. Pra duhet ish plani detajuar dhe i nënshkruar nga ana e atia dhe komandantit Gardës. Dhe nëse do na dali situata jashtë kontrollit, do të përgjigjemi, domethënë me këto masat tjera plus e tjera. Kjo nuk ekziston, nuk është një materialitet që e kish për detyrë ligjore ta bënte. Dhe kjo bëhet për çdo lloj proteste e tjera. Kjo do një plan masash. E treta, nuk ekziston i shkruar. Nuk ekziston. I folur toni ekziston, po i shkruar jo. Po. E treta, Lulzim Basha duhet ishte faktikisht atë ditë duhet ishte në krye detyrës. Dhe detyra e tij është ministër i brendshëm në Ministrinë e Brendshme. Ai nuk jenë Ministrinë e Brendshme, por ishte pjesë e Sali Berishës dhe këtij grupit zjarrit dhe ka qarkulluar gjithkohën në kryeministri.